herë. Besoj se do të jetë një profil i gjashëm pavarësisht se nga vijnë tjeturi. Vetë general lejtnanti Wen, edhe familja e tij për më shumë se 30 vjet kanë shërbyer shtetit amerikan. Pra ata janë shumë të lidhur me shtetin dhe është vështirë që nuk kanë pasur lidhje me biznes apo të tjera dhe është më vështirë që ata të bëjnë shmangje nga rruga. Pra nga rruga e thjesht një ambasadori që nuk përkutet veçanërisht me diplomatisë. Se ky profil nuk e bën atë për një diplomat karriere. Ai ka vetëm 2 apo 3 vjet që punon në departamentin e shtetit. Dhe një mesazh i tillë për këtë profil të përfaqëson ai lidhet me siguri që për ne, si shqiptarë të Shqipërisë, kemi një fare të qartë që lidhja na shkon drejt për drejt te zhvillimet në rajon dhe Kosova. Ne e di fare mirë Ibrahim, që për vite me radhë Shqipëria në një farë mënyrë ka mbetur peng i zhvillimeve rajonale, sepse askush nuk ka interes që përveç problematikave që lindin në Kosovë, në Malinezi, në kohën e mëparshme, në misionet të Brian Hojtis, ne mbajmë mend se ambasador, në ato fora të zhurshme, të turbullta, me konflikte dhe me luftra, një ambasador i tillë të jetë me vëmendje të këtyre çështjeve. Asnjë nuk ka interes që Shqipëria të jetë një pikë tjetër mos pajtimi, rrëmuje, por të shërbej ajo që ka qenë gjithmonë, edhe pse shpesh kundër interesave tona kombëtare, si një pikë të kyçe bashkërenduese, stabiliteti kur i thonë e gjithë shqiptarëve në rajon. Pra ne kemi parë qartë gjatë gjithë këtyre 30 vjetëve se më shumë se sa zhvillimi politik, ekonomik, diplomatik në Shqipëri, rëndësi të madhe ka pasur drejt për drejt çështja e Kosovës dhe tani me këto edhe Maqedonisë Veriut për shkëlqyer e luftrave. Denian, unë jam i detyruar ta ndërpres të lidhje të shkurtër dhe do të kemi